Limi qëndron i qetë, por zëri i tij ka një prerje të ftohtë, të menduar. Nuk është ai tipi që flet për të mbushur heshtjen. Flet kur ka vendosur. Dhe kur vjen momenti i nominimit, ai nuk kërkon efekt të zbrazët. Kërkon drejtësi sipas kodit të tij. Emri i parë që del nga goja e tij është Klodi, jo si hakmarrje, jo si impuls, por si përfundim i një vëzhgimi të gjallë. Sepse bën shumë lojra të pista. Dhe kjo fjali bie rënd në dhomë. Sepse loja e pistë nuk është thjesht strategji. Është manipulim i heshtur, lëvizje pas shpine, fjalë të mbjella me kujdes për të krijuar dyshim, përçarje, për të nxjerrë tjetrin keq pa u ndotur vetë. Limi nuk e respekton atë lloj loje. Për të, loja duhet të jetë ballë për ballë. E ashpër nëse duhet, por e pastër. Dhe Klodi, sipas tij, e ka kaluar vijën. Jo një herë, por vazhdimisht. Me lëvizje që nuk duken menjëherë, por ndihen me kalimin e kohës. Me një strategji që nuk kërkon të fitojë me karakter, por me dredhi. Kur Limi e nominon Klodin, nuk po i drejtohet vetëm atij, po i drejtohet gjithë shtëpisë. Po thotë se ka një limit edhe për lojën. Se jo çdo gjë justifikohet me fjalën strategji. Sepse kur loja bëhet e pistë, ajo nuk është më lojë, është frikë nga përballja e drejtë, pastaj vjen emri i dytë. Kushtrimi, dhe toni ndryshon. Nuk ka nerv. Ka zhgënjim. Një lloj lodhjeje që ndjen kur shet diç që është fizikisht aty, por mendërisht diku tjetër. Është në gjumë dimëror, thot Limi. Akoma nuk i ka dalë gjumi. Kjo fjali nuk është tallje. Është diagnozë. Sepse gjumi dimëror nuk është pushim. Është mungesë reagimi. Është prani pa ndikim. Është të kalosh ditët pa lënë gjurmë, pa marrë pozicion, pa u përfshirë realisht në lojë, në debat, në jetë. Për Limin, kjo është po aq problem sa loja e pisë. Sepse në një shtëpi ku gjithçka është ekspozuar, ku çdo ditë është një provë karakteri, apatia është një zgjedhje. Dhe zgjedhja për të mos bërë asgjë është ende një zgjedhje. Kushtrimi nuk ka krijuar konflikt, por as kuptim. Nuk ka trazuar ujërat, por as nuk ka notuar. Është lënë të bartet nga rrjedha, duke shpresuar se do të kaloj pa u vënë re. Por në një lojë të tillë, të qenit i padukshëm nuk është virtyt. Është humbje e mundësisë, 2 nominime. 2 arsye të ndryshme. Por një mesazh i vetëm. Limi nuk po kërkon shenjtërinë. Nuk po kërkon njerëz perfekt. Po kërkon autenticitet. Ose luaj fort dhe pastër. Ose zgjoju dhe bëhu pjesë e reales. Sepse manipulimi i fshehtë dhe pasiviteti i rehatshëm janë 2 anë të së njëjtës frikë. Frika për të qenë vetvetja para të gjithëve. Në atë moment, dhoma ndihet e rëndë. Sepse secili e gjen pak veten në këto fjalë. Disa te Klodi. Disa te kushtrimi. Disa në mes. Sepse është më e lehtë të luash prapa perdeve, ose të fshihesh pas heshtjes, se sa të dalësh hapur dhe të marrësh përgjegjësi për atë që je. Limi nuk e ngre zërin. Nuk ka nevojë. Fjalët e tij bëjnë punën e vet sepse kur dikush flet nga bindja, jo nga frika, nuk ka nevojë për dramë. Ky nominim nuk është fundi i një konflikti. Është fillimi i një pasqyre. Një pasqyrë ku secili duhet të shohë veten dhe të pyes, jam këtu për të luajtur ndershëm, apo për t'u fshehur? Jam zgjuar, apo ende në gjumë dimëror? Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse fjalët e Limit qëndrojnë gjatë në ajër edhe pasi nominimi mbaron. Sepse ato nuk janë thjesht emra të thirrur. Janë qëndrime. Janë kufi. Janë një kujtesë se në këtë lojë, më shumë se strategjia, peshon karakteri.